Këngëtari i dasmave dhe i gëzimeve Meda është ronditur thellësisht kur ju desh të ndajë një lajm as pak të mirë me miq dhe familjarët e tij. Mamaja e tij, zonja Remzie Maliqi Përgjegjaj, është ndarë nga jeta në moshën 69 vjeçare. Nuk do të doja kur të shkruaja këto rreshta për ty. Dhimbja është e madhe, largimi yt nga jeta mam ka lënë në shpirtin tim një boshlik të pamas. Bë ma hallall nëna ime dashur, sa shumë të kam dasht, do të dua e do të kujtoj përjetësisht, shkruan Meda ndër të tjera, teksa njofton miqtë të afërmit për ndarje nga jeta të nënës së tij. Këngëtari ka patur një lidhje të fortë me mamën e tij, dhe kjo për shkak të çdo sakrifice dhe përpjekje që ajo ka bërë për të birin. Si rrallë këngëtar në vitin 2015, Meda i kishte kushtuar një projekt muzikor të veçantë nënës së tij, si një formë nderimi për dashurinë dhe për kushtimin që ajo kishte treguar gjatë gjithë jetës. Me sa duket, edhe nusja e Medës ka patur një marrëdhënie mjaft të mirë me vjerrën. Edhe ajo ka postuar një foto e shtrirë pranë vjerrës së saj, duke i mbajtur dorën, ndërsa shkruan: "Shpirti yt në lule të xhenetit, vjera ime", duke shoqëruar postimin me emoje lutje dhe pikëllimi. Shprehim ngushëllimet më të sinqerta për Medën dhe familjen Përgjegjaj. Zoti i dhënë forcë për të përballuar humbjen e njeriu të tyre të zemrës.